I nderuara të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Ai që nderon të drejtë, hir të drejti do të marrë. Dhe sot Kisha Anë Ortodokse nderon jo vetëm një të drejtë, por një të shenjtë. Madje një nga shenjtorët më të spikatur të kohëve të fundit, më të dashur, më popullor, dhe në datën 9 nëntor, siç jemi sot, Kisha Anë Ortodokse nderon shënektarin e Pentapolit. Kush është shenjtëria e tij? Shenjtëria e tij lindi në vitin 1846 nga prindër besimtar dhe ishte një ndër fëmijët e shumt. Por Perëndia e zgjodhi në këtë familje të bekuar që ai të bëhej një shërbëtor i Zotit. Nëna e tij e mëkonte me besimin që të vogël dhe kur i lexonte Psalmin 50, i pëlqente kur aty thuhet që do të mësoj njerëzit për shpëtimin tënd. Kishte një dëshirë që kur ishte fëmijë, që kur ishte adoleshent, ai të mësonte njerëzit për Krishtin. Dhe kur vajti në Konstantinopol për të punuar për veten e tij, për familjen e tij, thuhet që bëri një gjë origjinale. Si të mësonte njerëzit për Krishtin. Nuk ishte ndoshta mundësi që dinte të mësonte njerëzit sepse ishte edhe i ri, edhe i pashkolluar, por atë që dinte e shkruante nëpër letra dhe këto letra pastaj i përdorte për të amballazhuar madhrat që merrnin klientët. Kështu gjeti një mënyrë të bukur, shumë origjinale që fjalët e ungjillit, fjalët e Krishtit t'ia uçonte njerëzve. Shenjtëria e tij që në moshë të re bëri mrekulli. Thuhet që kur lundronte një herë me anije, një det i trazuar rrezikonte të mbyste anijen me gjithë pasagjerë. Të gjithë, duke filluar që nga marinarët dhe tek pasagjerët, u trembën. Por shënektari, që në atë kohë quhej Anastas, ngriti duar lart edhe mori kryqin që ja kishte dhënë gjyshja e tij. E lidhi me një litar dhe hodhi në det. Në moment që kryqi bie në det, e gjithë fortuna qetësohet. Të gjithë u gëzuan sepse shpëtuan. Vetëm Anastasi, pra, që do quhej Nektar më vonë, u mërzit sepse atë kryq e kishte shumë të vlefshëm sepse ja kishte dhënë gjyshja e tij. Por kur zbritën në liman, u dëgjua një kërcitje e madhe në anije, në pjesën e poshtme të anijes. Marinarët u bën kureshtar se çfarë ka anija, dhe kur zbritën për ta parë, gjetën kryqin që ishte ngjitur në anije dhe ja dhanë prap djaloshit, i cili u gëzua shumë dhe lavdëroi Perëndin. Dhe edhe pse gjeti punë në Konstantinopol, edhe pse në një farë mënyre u reatua, kishte një dëshirë të madhe për të arsimuar veten e vet. Jo thjesht për të mësuar dije, por nga ajo dëshira që kishte, siç tham, për të mësuar të tjerët. U shkollua, por dëshironte t'i përkushtojë Zotit. Dhe kështu ai u fut në një manastir dhe u bë edhe murg me emrin Lazar. Pastaj u vesh edhe djak, edhe prift dhe mori emrin Nektar. Shkoi në patriarkan e Aleksandris, i thirrur nga patriarku Sofron, sepse e vuri si sekretarin e tij në një kishë dhe fama e tij u përhap. Njerëzit e dëgjonin. Ishte i butë, ishte i ëmbël, ishte dhe i drejtë, ishte dhe i zgjuar. Dhe njerëzit dëgjonin dhe të riqeshin. Zakonisht ku njerëzit kanë virtute, kanë dhurata, kanë mirësi, ka dhe njerëz që shumë i kanë të smirë. Madje fatkesisht disa klerik të lartë që ishin pjesë e patriarkanës së Aleksandris shpifën tek patriarku Sofron, duke thënë se Nektari kërkon të marrë Fronin. Pra ai po tërheq njerëzit afër vetes tij dhe do të bëhet patriark. E kërkuan që t'i japi llogari, por ai nuk pranoi
të justifikohet, duke shpresuar të gjykimi i drejtë i Perëndis. Dhe e hoqën nga patriarkana, e përzun, ku të shkonte? Vajti në Athinë. Atje në Athinë, ai kaloi vitet shumë të vështira, sepse e kishin shoqëruar nga patriarkana edhe me një biografi të keqe. Dhe asnjëri nuk guxonte që ta përkrante. Madje ai kaloi dhe vështirësi ekonomike sa kishte ditë dhe net që flinte pa ngrënë asgjë. Më në fund, me shumë mundime e bën predikues të thjeshtë. Dhe pastaj e bën drejtor të një gjimnazi ose një shkolle fetare për të përgatitur klerik. Atje përsëri shenjtëria e tij shkëlqeu. Ishte shumë i thjeshtë, ishte shumë i përulur. Bënte punët e rëndonta që duhet i bënin njerëz të tjerë. Madje shikonin që kur flinin të gjithë, ai merrte fshesën dhe fshinte oborin ose dhomat, ose pastronte këpucët e nxënësve. E bënte këtë nga dashuria, si një atë për fëmijët e vet. Dhe përgatiti një plejad të spikatur studentash që u bën edhe klerik. Kur vajti në moshë të madhe dhe nuk mund të vazhdonte të shërbente si drejtor dhe mësues, në ishullin e Egjares ai ndërtoi një manastir, nxitur nga disa vajza të cilët donin të përkushtoheshin Krishtit. Dhe ngriti këtë manastir në ishullin e Egjares dhe aty ai përfundoi dhe jetën e tij. Por edhe në ishull pati luftë të madhe, sepse mori një vajzë në përkraje, por vajza kishte një nën të ligë magjistare që e luftonte vajzën e vet. Madje kur ajo nuk e bëri për vete vajzën, shpifi për Shën Nektarin sikur ai kishte marrëdhënie me këtë vajzë. Për këtë arsye dërguan në këtë manastir një njeri nga autoritetet, një lloj prokurori, për ta hetuar Shën Nektarin, atë plak të bekuar, me akuzën e rreme, të ndyrë, shpifse, sikur ai kishte të bënte me atë vajzën. Madje ai prokuror e goditi me shuplak, duke akuzuar si abuzues. Dora atij prokurori u tha dhe i kërkoi falje Shën Nektarit për atë që bëri. Por Shën Nektari nuk mbajti natë, ishte një njeri që falte shumë, duronte shumë. Dhe më në fund, mbasi kaloi një sëmundje të vështirë, ai pati thjetje, vdekje në Zotin. Shenjtëria e tij u dallua që në fillim. E varrosën trupin e tij, por edhe pse kaluan shumë kohë, trupi i tij nuk u prish. Vinte aromë. Dhe kjo tregonte një shenjë të shenjtërisë së tij. Edhe pse pati shumë armiq që shpifën për atë, të gjithë armiqt u tërhoqën, u daravitën. Madje ata që kishin shpifur në Aleksandri kërkuan falje, treguan se kishin shpifur. Dhe sot e kësaj dite në manastirin e Shën Nektarit është dhe një letër e patriarkanës së Aleksandrisë që i kërkon falje shenjtorit për shpifjet që u bën atij. Dhe më në fund ai u shpall shenjtor. Kur u shpall shenjtor, pati disa njerëz të cilët kishin një lloj dyshimi. Pse u shpall shenjtor Shën Nektari? Çfarë bëri Shën Nektari? Një gjë të spikatur, të veçantë që duhet shpallur shenjtor. Atëherë Shën Nektari u del 3 njerëzve të cilët ishin përgjegjës për ta firmosur atë si shenjtor i kishës. Dhe ju tha: "Dëgjoni, tha. Unë u dallova për një teolog i veçantë. As bëra mrekulli të mëdha, por një gjë bëra, i fala armiqt e mi. Edhe kur vajta tek Zoti, Zoti më tha: me që ti i fale armiqt e tu, edhe unë po të fal, edhe po të bekoj, edhe po të shenjtëroj." Pra, Shën Nektari është shembulli i një shenjtori të kohëve të sotme që ne duhet mësojmë të falim, të harojmë të gjitha gjërat që na kanë bërë njerëzit. Dhe çdo gjë ta lëmë në gjykim tek Perëndia. Është shembulli i shenjtorit që na mëson dashurinë ndaj armikut,
ashtu si Zoti thot, bekoni armiqt tuaj, bëjni mirë atyre që u bëjnë keq, lutuni për ata që u përndjekin. Ky është dallimi i një krishteri. Krishteri nuk është hakmarrës, por krishteri është falës, sepse është i Krishtit, imiton Krishtin, i cili në kryq tha për armiqtë e tij, fali o atë se nuk din çka bëjnë. Mrekullitë e shënjektarit janë të jashtëzakonshme në të gjithë botën. Çuditë e tij janë pafund. Prandaj dhe shenjtëria e tij sot nderohet në të gjithë botën. Të dashur të krishterë, ne të krishterë ortodoks jemi njerëzit e veçantë në botë. Jo se kemi një ADN të veçantë, por ne kemi hirën e Zotit, që është hirë plot në kish. Dhe përveç se kemi Zotin Jezu Krisht, shpëtimtarin, kemi hylincën nënën e Zotit, kemi shenjtorët që janë vëllezërit tanë, motrat tona, të cilët lutem për ne, por ne i nderojmë ata. Dhe nderimi më i madh që mund t'i bëjmë një shenjtori është ta imitojmë shenjtorin. Edhe neve duhet ta imitojmë shënjektarin. Nuk mund ta imitojmë në shërbesën e tij priftërore. Nuk mund ta imitojmë ndoshta në mësimdhënien e tij si teolog. Nuk mund ta imitojmë në mrekullitë që bëri. Po në një gjë mund ta imitojmë. Të mësojmë, të falim. Mos akmerremi. Dhe jo vetëm ti themi Perëndis, o Zot, unë po ta lë ty, hakmarru ti për mua. Jo, nuk është kjo. Ti themi Zot, fali armiqtë tanë, se nuk din çka bëjnë. Dhe në qoftë se ne do të falim, edhe Zoti do të na falë neve. Të dashur të krishterë, kemi mëkate. Këto mëkate na ndajnë nga Zoti. Këto mëkate na i vështirësojnë jetën. Këto mëkate na japin sëmundje. Këto mëkate na japin fatkeqësi dhe tragjedi. Një nga mënyrat e shpejta për të falur mëkatin është të falësh armikun tënd. Prandaj, mos dëgjoni që bëhet lart e poshtë. Hakmarrje. Gjak për gjak. Vrasje për vrasje. Është një çmenduri e madhe. Jo vetëm dëmtohen të gjallët, dëmtohen dhe të vdekurit. Sepse thonë, po s'more hak, po se çove deri në fund gjyqin, ai vdekuri nuk ka rahat. Gënjeni, është nga djalli. Sepse ai vdekuri, ai dashuron që është larguar nga jeta, edhe ai ka mëkate. Madje mund të ketë mëkate shumë të rënda. Edhe ai gjykohet nga Zoti. Por gjykohet nga Zoti jo vetëm nga ato që ka bërë ai, por dhe nga ato që bën njerëzit për ata. Dhe në qoftë se neve do gjykojmë armiqt e tij, do marrim hak e nuk do i lëm kusur gjoja për të qetësuar, edhe Zoti do të jetë i ashpër me atë. Prandaj, doni t'i bëni mirë vetes tuaj, falni armiqt tuaj. Doni t'i bëni mirë të dashurve tuaj që janë larguar nga kjo jetë, falni armiqt e tyre dhe bëni mirë. Kështu pra, jo vetëm do falemi, por dhe do shenjtërohemi, si ndodhi dhe me shënjektarin. Amin.